E thash edhe ma herët që Lena edhe qoftë një produkt nëse e merë, me atë produkt na tregon shumë benefite, edhe na bën me ndru menën. Pse ja vlen shega me qenë pjesë e trizës tonë? Siç kemi ja ndru menën ke shikuesve tonë tash sot me informacionet që kemi sjellë. Realisht e dim që edhe thuhet, edhe ka emrin kështu edhe gëzon epitetin e mbëtreshës frutave, shega edhe me ngjyrën edhe me bukurinë kështu elastike që e ka, mos flasim për vlerat ushqyese, më thonë është mbret i frutave të shtatorit. Nëse dim mi shfrytëzu mirë vlerat ushqyese të frutave, perimeve, kemi thënë sa herë që në kohën e dur, në momentin e dur e dim edhe mi rujtë, mi përgadit ato, kemi mi marë vlerat ushqyese prej tyne. Shega është një ndër frutat që ka vlerat jashtëzakonshme ushqyese, ka veti antioksidante shumë të fortë, i rigjenerojnë qelizat tona, që është qëllimi kryesor edhe i secilit prej neve në momentin që ushqehemi mirë për me ngrit imunitetin. Përveç asaj rregullon edhe nivelin e gjakut, për shkak qarkullimin e gjakut, për shkak që përmban edhe kalium. Ndikon edhe në tretje, edhe ka shumë përfitime shëndetësore për shkak të vlerave të saj që i ka. Tu e pas parasysh që është një super frut. Është shumë i domosdoshme mu përdor në këtë periudhë edhe si freskët, po edhe kombinimet edhe recetat e shegës. Atëherë unë dashur me e zgjedh një recetë sot, e cila është eliksiri i sezonës, që bën mrekullim imunitet, po edhe të njëjtën kohë në këtë periudhë kemi pas shumë veshin a kanë dëgju teshme, kall, grip, ftohje, edhe një numër shumë i madhi i frekuentime të ambulantave, spitaleve, spitali pediatrisë full. Kështu e këtë rast në këtë moment na munojmë me bo zgjidhje për ftohjen, gripin edhe për imunitetin në përgjithësi, për parandalim, po dhe të njëjtën kohë për ndihmim të ato raste që veç për momentin kanë jonë smut ose kanë grip ftohje.